Klubi volejbollit Ferizaj ka shkruar historinë duke fituar për herë të parë Kupën e Kosovës në volejboll për femra, pasi triumfoi në finale ndaj Skënderajt me rezultat 3-1. Arta Ramadani, trajnere e këtij klubi, ka treguar se pas një humbje që e kanë pësuar, janë ringritur dhe janë fokusuar në punë për të arritur deri te kjo fitore e merituar. Jemi përgatitshëm me të thënë drejtën. Prej humbjes që e kemi pasur në 6 katriot prej dritës, kemi mendu veç për Kupën e Kosovës, edhe realisht kena arrit me mujt ekipet që kemi pas. Edhe përgatitë ka qenë tepër të mëdha, pritshmëritë e klubit kanë qenë tepër të mëdha. Kemi investuar në klub, edhe realisht na ka shpërbyer ajo që veç e kemi investuar. Realisht kur jem finale është finale, edhe nuk dihet kur fituesi, sepse në finale mendoj që shkojnë dy ekipet që janë më të mira dhe më të përgatitura. Edhe normalisht që në lojë derbi mundet edhe me humb seti, mundet edhe me fitu loja dhe me humb loja. Realisht e dashur më shumë fitoren, definitivisht. Ne jena themelu në vitin 2014, mas 2 vite me kemi hinë Superligë Kosovës, një kohë jemi kanë Superligë B, edhe vjet, domethënë kemi hinë Superliga. Për neve është shumë madhështore se kena shkruar histori të klubit, se një ekip i Superligës B edhe me morë Kupën e Kosovës ka ndodhë nduket, në është edhe gaboj, po e di që domethënë jena ekipi i parë që kena bëha dhe kena shkruar histori, sepse me fillu prej zerës edhe me shku me fitu Kupën është shumë e madhe. Kur investohet në klub edhe pritshmëritë janë, pa marrë parasysh se mund me ndodhë edhe me humbë, mirë po na pritshmëritë e kemi edhe për kampion të Kosovës. Ngjashëm si femrat edhe meshkujt nga klubi volejbollit Ferizaj u shpallën kampion duke e bërë Ferizajin me 2 kupa brenda një dite. Klubi volejbollit Ferizaj është fituesi Kupës Kosovës 2024 pasi triumfoi në finalen e zhvilluar ndaj Dritës me rezultat 3-1. Butrin Bytyçi, trajneri i klubit, ka treguar se kanë pas pritshmëri për fitore, si rrjedhoi e përgatitjes si ekip që është bërë paraprakisht. Se kena si fitus në lojë, se kena ekipën shumë mirë, kena përgatit për këtë kup, për këtë trofe, edhe arretëm fund që me gëzu kupën edhe me dalë si kampion. Edhe kundërshtari ka qenë shumë i përgatitën për këtë lojë, janë djemë 3, kam perspektivë përbara, po na me një përvojë pak më të madhe, me disa lojtarë më cilësor, kemi arritë që me përmbyllë rezultatën në favor tonë. Atmosfera mas ndeshjes ka qenë shumë e mirë, janë gëzu edhe një më konë pak ma në tension, për shkak që nuk kam shumë përvojë si trajner, po edhe atmosfera shumë e mirë, djemë të gjithë janë gëzu, kryesia, besoj që edhe qyteti Ferizajit është gëzu bashkë me neve. Kapiteni Ferizaj, Durim Rexhepi, ka pranuar Kupën e Kosovës nga presidenti i Federatës Volejbollit Kosovës, Bahri Xhinovci.